Personalisht, nuk kam vuajtur kurrë nga veprimet e Esat Pashës. Ai nuk më ka kërcënuar, vrarë apo burgosur ndonjë nga pjesëtarët e familjes. Ai nuk I ka marrë asnjë lloj pasurie familjes sime. Por Shqipëria, zoti kryetar, ka vuajtur shumë nga ky tradhtar I dy. Dhe në këtë tip vështrim, unë e urrej. Familja ime e urren, të gjithë shqiptarët e urrejnë. E vrava në emër të gjithë shqiptarëve. Bëra detyrën e patriot. Çfarë ankesa keni kundër tij? Me 3 fjalë për mblidhet vepra e tij. Përçarje, tradhti, shitje. Nuk e dija do ta njoh kur të kthehem